të seancës konstituive dhe të ishin marrë vesh për votim të fshehtë atëherë, të ishin pajtuar, do të ishte në rregull. Vazhdojmë thjesht kemi dhe të karim të Arben Goshit. Nëse mund ta 2014 me ashim thashin ku gjitha partitë politike refuzonin të komunikonin me të, tash po refuzojnë të komunikojnë me zotin Kurti. Rezultati i gjuhës agresive, i sjelljes ofenduese dhe sjelljes së panevojshme dhe të parasyshme kundërshtuese. Ndërsa sa i përket votimit më sheft janë dy arsye. E para është sepse ka filluar një procedurë votimit dhe një procedurë votimit nuk mund të ndryshohet në proces. Dhe nëse do të duhet që vërtet shkojnë në votim më sheft, atëherë do duhet fillonte një procedurë e re. Dhe një procedurë e re mund të fillojë vetëm duke propozuar një kandidat të ri. Jo me të njëjtin kandidat, sepse konsiderohet që është i njëjti proces votimi, sikur në zgjedhjet nacionale të vendoset në ora 12 të ditës së votimit vendoset të ndryshohet procedura e votimit, por është e papranueshme, pa tolerueshme, pa arsyeshme, pa logjikshme. Ndërsa sa i përket refuzimit të LDK-s të shkohet në votim të fshehtë, mendoj se është çështje e transparencës dhe mënyrës se si e shohim politikën. Nëse ju më pyesni se a do duhet të kishte një procedurë të fshehtë votimi dhe a do të kishte rezultat tjetër procedura të fshehtë të votimit, unë mendoj se nuk do të ketë asnjë rezultat tjetër, sepse deputetët kur refuzojnë që ta kenë një kandidat apo kandidaturë të caktuar, atëherë është e kotë, si tjetë procedura më sheft, si procedura hapur, nuk kalon e kandidaturë. Po, a i ka legjërtoja deputetët të gjithë të sigurt pasi nga vendosja, po thonë që nëse është votimi i fshet, mund të ketë deputet që mund të votojnë pro emrit të ri, ose... Po, nëse ka deputet që nuk është në gjendje me votu si në mënyrë të mshef, si në mënyrë të hapur se meriton, apo ajo se meriton tjetë deputet. Mendoj se është e parasyshme dhe është thjesht një lojë që po mundohet me luajtur vetëvendosja për me ikë prej përgjegjësisë. Problemi nuk është ky, problemi është që vetëvendosja nuk po gjen partner. Dhe fatkeqësisht skena politike e Kosovës nuk po gjen gatishmëri që të bashkëpunojë me vetëvendosjen. Dhe kjo është situata ku jemi. Sa më shpejt që kupton vetëvendosja të Albin Kurti, aq më shpejt dhe më mirë është për skenën politike në Kosovë. Mendoj se ai duhet bëj hapa drejt ndërtimit të mirëbesimit me partitë politike. Sot faktikisht nuk ka një mirëbesim politik mes partive politike në skenën politike të Kosovës. Kjo është përkeqësardhje për të gjitha partitë. Si mund të arrihet ky mirëbesim, si mund të arrihet? Mirëbesimi mundet të arritet vetëm me veprime konkrete nga zoti Kurti. Kërkim falje për gjuhën ofenduese dhe sjelljen degraduese dhe marrja e përgjegjësisë për mënyrën dhe pozicionin ku gjendet vendi, jo me këtë gjuhë kanë frikë, s'kan frikë, po votojnë fshehtë, po votojnë fshehtë, sepse është e kotë. Edhe supozojmë se zgjedhet kryetari i kuvendit. Edhe qeverinë zgjedh me vota të mshefta. Qysh e marr qeverinë me vota të mshefta? Nuk mundet krejt ligjet me kalu me vota të mshefta. Nuk mundet krejt vendimet me vota të mshefta. Pra është e pamundur, është e paarsyeshme. Nuk ka kur farë logjike institucionale kjo mënyrë se si e kam propozuar zgjedhjen. Po e përmenin gjuhën ofenduese me gjithë ato Donika Gërvalla në seancën e fundit tha që Albin Kurti nuk e ka pas për gjithë opozitën, por për një person. Kush është ai person? Nuk e di, unë e kam pa. Janë dy momente politike që përveç të opozitës i kanë deklaruar që ka qenë dyfishimi i pensioneve dhe rritja e pagave brenda 3 muajit. Po njërin e ka bë kryetari i LDK-s, tjetrën e ka bë kandidati i PDK-s për kryeministër, zoti Kurti ka thonë premtuan që do t'i dyfishojnë pensionet brenda 3 muajve të parë, çfarë hajvani, çfarë hajvanati. Premtuan që do t'i rrisin paga 3 muajt e parë, çfarë hajvani, çfarë hajvanati. Pra kjo është në ligjëratën e drejtë ka thonë zoti Kurti. Dhe mendoj se kjo nuk është vetëm kjo, se në fundit ka qenë një moment entuziast, edhe le të kalohet, le të harrojmë. Duhet jemi të përgjegjshëm, duhet jemi llogarithanë dhe të përgjegjshëm ndaj qytetarëve të Kosovës. Për tim nuk është ky problemi. Problemi është se nuk e sheh, askush nuk përsheh të mundshëm bashkëpunim me zotin Kurti. Ajo që ka zoti Kurti ka prezantuar në 5 vitet të fundit është problematike. Mënyra se si ka shkarku ministrin e LDK-s, mënyra se si është sjell 4 vite në pushtet, janë problematike. Por unë prapë mendoj se ka mundësi, duhet të i kaluan këto. Kush do të jetë kryeministër nesër ka me ul me Vučićin, dhe nuk pranon me ul me Albin Kurtin ose me Lumir Abdixhikun ose me Emri Krasniqin, apo Sharadinin apo tjetër. Është e papranueshme, është e paarsyeshme. Duhet të ulen, të bisedojnë dhe të merren vesh, qoftë edhe për shkak të zgjedhjeve.
Sepse duhet, në fundit duhet ulen merren vesh, edhe për këtë punë. Nuk ka, duhet të shkoj. patjetër, gjitha partit duhet ta mendojnë objektivisht dhe të jenë më konstruktiv. Por, prap, topi është në dorën e Zotit Kurti, sepse ai ka 48 deputet. Ai ka shumicën, ai ka përgjegjësinë në konstituimin të institucioneve, ai ka përgjegjësinë në formimin e qeverisë. Dhe lëvizjet e tij nuk janë lëvizje drejt këtij qëllimit përbashkët të institucioneve të popullit të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit, punë të marrë. Është një deklarim i Arben Gashi, deputetit e Lidhjes Demokratike të Kosovës, që ndryshe prej qëndrimeve që ka shpalosur deri më tani pra partia që ai përfaqëson, po insiston që duhet të ketë diskutim për ta të kaluar këtë ngësh institucional, pra kemi parë që LDK-ja vazhdimisht profesor ka refuzuar do thotë konsultimet, edhe do thotë edhe çështjen e votimit të kandidatit të kryetarit të kuvendit, duke lidhur me çështjen që sipas tyre ka pasur Albin Kurti ndaj Lidhjes Demokratike që prej fushatës parazgjedhore edhe pas përfundimit të saj. Kjo është një qasje, sigurisht e një deputeti cili shumë mënyrë korrekte e adreson nevojën e bashkëpunimit të subjekte politike për të arritur një marrëveshje jo vetëm në nivel të konstituimit të kuvendit, por edhe të qeverisë, dhe kjo është imperativ kohe. Situata se është ky në mesin atyre deputetëve të pakënaqur nga procesi elektoral dhe çfarë vlime ka apo mund të ketë brenda një subjekti politik, në këtë rast subjektit të tij politik, është tjetër çështje, por paraqitja dhe kërkesa është plotësisht korrekte, me vend dhe imperativ kohe, që nuk pret as një minutë vonesë, dhe pikërisht kështu do duhet të vepronte edhe kryesia dhe Këshilli Nacional i përgjithshëm i subjektit të cilin e përfaqëson zoti Gashi dhe të tjerët. Prandaj, po do duhej që domosdoshmërisht ka zgjidhje tjetër në këtë moment, nëse nuk dëshirohet që të zvariten pa kufi ky proces i konstituimit të kuvendit, ose të shkohet në zgjedhje, i cili po ashtu e kërkon pëlqimin e domosdoshëm konstituimin e kuvendit, pra shkuarjen në zgjedhje dhe pëlqimin e 2/3 të deputetëve, pra edhe deputetëve të opozitës së kaluar dhe këtyre tani fitues, në mënyrë që të shkohen në zgjedhje. Pra kado që të merret duhet një konsensus politik për të kaluar nga ky ngërç në një situatë normale të konstituimit të institucioneve të vendit. Për të rikthyer profesor tek procedura që ishin veç se duke diskutuar përmendet zoti Kosh që tha procedurë re me kandidatë të rinj, nëse veç insistohet pas të shkohet në votim të fshehtë. Jo, është e qartë që fillimisht procedura do duhej ashtu si fillohet me pëlqimin këtë rast, sepse kemi të bëjmë me një procedurë të konstituimit të kuvendit. Në mbledhjet plenare të kuvendit ka mundësi që dhe të ndrohet me pëlqimin e partive dhe rendi ditës edhe të bien në rregullore të reja, ligje të reja. Po këtu jo, në këtë seancë çysh është filluar, do duhet vazhdoj. Po të ishte në seancat plenare, pëlqimi i partive politike kundërshtuese do të mund ta ndryshonte bashkë. Po këtu nuk ka pëlqim dhe do duhet vazhdoj kështu si është filluar, për të qenë më e thjeshtë dhe më shkurt, kjo procedurë e votimit hapur deri në konstituimin e kuvendit. Të shohim se si do të vijë, por shohim që shumica e deputetëve se kanë hyrë në sallën plenare, pra dhe pritet që të fillojë ajo është caktuar për në orën 10, tani kanë kaluar 18 minuta që kur është thirrur pra vazhdimi i kësaj seance, i dëgjuam me qëndrimet e partive politike, një qëndrim më ndryshe ishte ai i Arben Gashit të Lidhjes Demokratike, pra prej partisë që ai përfaqëson, mbetej të shihet nëse ky mund të jetë edhe qëndrim në të ardhmen e Lidhjes Demokratike, që siç dihet ka refuzuar 2 konsultat e deri tash me liderin e vetëvendosjes Albin Kurti, pra profesor patëm një herë para seancës, u ftua edhe para disa seancave së fundi nga Kurti për të diskutuar çështjen e zgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarit të kuvendit, por që u refuzua nga Lomir Abdigjiku, kryetari i Lidhjes Demokratike. Unë vjen keq, por mendoj qartë dhe çiltër që ikën nga dialogu, do të thotë ikën nga përgjegjësia dhe marrja e përgjegjësive që ja ka dhënë votuesi dhe opinioni publik, populli i Kosovës, këtij subjekti politik dhe cili do qoftë. Pra, domosdoshmërisht duhet përgjigjur dhe duhet biseduar, qoftë edhe pa ndonjë rezultat prekës, kontaktet, dialogu, sjell dobi, mund sjell ndryshim, mund sjell shtensionim detan kuptimin politik të këtyre animacioneve që po themi edhe urdhëm. Më falë, do të ndërpres është vetëm Berisha, deputeti egjiptian i cili ka një deklarim, ta shohim se çfarë është duke thënë. Kjo rrjedhëmisht. A cilës parti? Unë? Me Aleancën, apo do me... Me cilin parti bisedu?
Për grupin? Po. S'kem bajnë njerë me grupin, sepse s'po din kush do t'jetë Berisha pozitiv. keni votuar në kaluar kundër propozimit të Albelina Haxhiut, a do të vazhdoni kështu atë? Jo, s'kam votu kundër propozimit, pra keni të qartë sepse Jo, se kështu po kena, keq. e gjë, kena po dhe kena Jo, kam votu kundër propozimit për të votuar fshehur. Kështu që kemi të qartë në këto çapo. Me Keni votuar për thonë se kundër? s'keni me ardhur në seancën nëse s'ka ndryshim, çfarë ndroi mendjen? Unë tash nuk ka në ndryshim, po presë s'kam marrë A jeni herë njerë, optimist? s'kam marrë kur kam ditë që s'ka pas në ndryshim. Presoj dhe lutem shumë që të bëhet të fillojnë institucionet të funksionojnë.